Ish banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Eliona, ka uruar publikisht këngëtaren Leonora Jakupi me rastin e ditëlindjes së saj. Leonora, e cila ishte opinioniste në edicionin e 4 të këtij formati, ka qenë vazhdimisht në përkrahje të Elionës gjatë rrugëtimit të saj në shtëpi. Mbështetja e hapur e Leonorës ndaj Elionës shpeshherë ka ngjallur reagime në rrjetet sociale. Një pjesë e fansave të spektaklit e kanë kritikuar këngëtaren, duke e cilësuar si opinioniste jo të drejtë, pasi sipas tyre, një opinionist nuk duhet të mbajë hënë gjatë lojës. Megjithatë, Leonora nuk e fshehu asnjëherë simpatinë dhe përkrahjen për Elionën. Pas përfundimit të edicionit të 4 të BBK-s, ku Eliona arriti deri në finale dhe u rendi e dyta, ajo ka treguar se raporti mes tyre vazhdon edhe jashtë shtëpisë. Në rastin e ditëlindjes së Leonorës, Eliona publikoi një Instastory me një fotografi të saj, të cilën e shoqëroi me fjalë të ngrohta. Urime ditëlindjen për një grua të fortë me shpirt të pastër. Urime ditëlindjen Leonora, ti uroj të gjitha të mirat e botës, ka shkruar Eliona, duke dëshmuar mirënjohjen dhe respektin që ka për këngëtaren.